Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është kundërpërgjigjur kryeministrit Edi Rama duke i kërkuar të dëgjojë kërkesat e protestuesve e të largohet. Në replikën e tij Berisha zgjodhi po një shkrimtar francez të shekullit të 19, Victor Hugo, dhe një personazh nga libri i tij të Mjerët, për t'i thënë kryeministrit Edi Rama se protesta e së shtunës ishte Waterlooja e tij. Për Waterloo ka me qindra personazhe nga rjeshter në feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjithë atyre Edi Rama është si vllas siamez vetëm me njërin prej tyre, me rreshterin Tanardjet Victor Hugoit, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamte florit. Kryetari PD-s deklaroi se vetmja rrugë për Edi Ramën është të japë dorëheqje. Një lloj si Tanardje Edi Rama vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat e shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë e shqiptarëve. Ndaj dhe thirrja ime largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë. Sipas Berishës, nuk është e largët dita kur kryeministri Edi Rama do të përballet me drejtësinë.